Një aksident i rënd me pasojë vdekjen është regjistruar në zonën e Zvërnecit pranë daljes së Dalanit. Viktim ka mbetur gazetari 40 vjeçar Enrik Mehmeti. Sipas informacioneve paraprake dhe dëshmive të para nga vendngjarja, gazetari ishte duke udhëtuar me automjet, ku për shkaqe që ende nuk dihen, mjeti është përmbysur. Si pasojë 40 vjeçari ka pësuar dëmtime të shumta. Menjëherë pas aksidentit, ai është transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, nuk ka mundur të mbijetojë plagëve të marra. Burime paraprake bëjnë me dije se viktima kishte pësuar dëmtime të rënda në krahëror dhe në organe jetësore. Policia ka mbritur në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat dhe shkaqet e plota të aksidentit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.